Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 55 vjeç dhe ka net që nuk më lën të flem. Jo nga zhurma, jo nga dhimbjet e moshës, por nga një kujtim që më rri mbi kraharor si pesh. Nuk është një kujtim që e kthej me nostalgji. Është një që më detyron të pyes veten si arrita deri këtu. Për vite me radhë kam jetuar një jetë të dyfisht, por e kam quajtur balancë. I thosha vetes se po menaxhoja, po mbaja gjithçka nën kontroll. Në njëran anë ishte gruaja ime, historia ime, shtëpia ime, vitet e ndara, sakrificat, fëmijët, heshtjet e gjata dhe bisedat e shkurtra. Në anën tjetër ishte dashnorja, jo thjesht një grua tjetër, por një pasqyrë ku shija versionin tim më të dëshiruar, më të vëmendshëm, më të gjallë. Nuk i krahasoja, të paktën kështu i thosha vetes, por i mbaja të ndara me përpikmëri si dy botë që nuk duhet të takoheshin kurrë. Dhe për një kohë të gjatë, kjo më dha një ndjenjë fuqie të rreme. Ndihesha i zgjuar, i aftë, sikur po fitoja ndaj moshës, ndaj rutinës, ndaj frikës për t'u bërë i padukshëm. Derisa erdhi ajo natë. Nuk ishte plan, nuk ishte dëshirë artikuluar. Ishte një grumbull zgjedhjesh të vogla të këqija që u shtyn njëra pas tjetrës, derisa nuk ishte më kthim pas. Ishte ajo dëshira ime e sëmurë për të mos zgjedhur, për t'i mbajtur të dyja, për të mos humbur asgjë, edhe pse e dija se po rrezikoja gjithçka. Në atë moment nuk po mendoja si burr, as si bashkëshort, as si njëri me përgjegjësi. Po mendoja si dikush që kishte frikë nga boshllëku, nga momenti kur duhet të shikosh veten dhe të pranosh se nuk je më ai që ishe. Ajo që ndodhi atë natë nuk më dha asnjë ndjenjë triumfi. Përkundrazi, ndjeva sikur po shija veten nga jashtë si një njeri që kishte humbur busullën. Ishte një çast ku çdo kufi që kisha ndërtuar për vete u shemb menjëherë. Dhe kur gjithçka përfundoi, mbeti vetëm heshtja. Një heshtje e rëndë, e ftohtë. Pash fytyrat e tyre dhe kuptova se kisha kaluar një vijë që nuk ishte thjesht morale, por njerëzore. Nuk ishte më çështje tradhtie, ishte çështje shpërbërje të brendshme. E kuptova se nuk mund të ndahesha nga ajo natë, sado të doja ta fshija. Ditët që pasuan ishin edhe më të rënda. Çdo gjë dukej normale nga jashtë, por unë isha i coptuar nga brenda. Gruaja ime fliste për gjëra të përditshme. Dashnorja kërkonte shenja, dhe unë isha mes tyre, jo më si burr, por si hije. Nuk ndjeva vetëm faj, ndjeva neveri ndaj vetes. Ndjeva se kisha përdorur njerëz për të mbushur boshllëkun tim. Kisha ngatruar dëshirën me vlerën. Kisha kërkuar të ndihesha i gjallë duke shkelur gjithçka që më kishte mbajtur njëri deri atëherë. Sot kur e kujtoj atë natë, nuk më duket më si kulmi i jetës time. Më duket si pikë e ulët, një moment ku egoja ime ishte më e madhe se ndërgjegja. Dhe ndërgjegja ime më në fund u zgjua, shumë vonë. Jam 55 vjeç dhe e di tashmë, nuk ka dy jetë që mund të jetohen pa u përplasur. Nuk ka dy gra që mund të mbahen pa u plagosur. Dhe nuk ka njëri që mund të gënjej veten pafundësisht pa e paguar çmimin. Ajo natë nuk më bëri më të fortë, më bëri të vetëdijshëm. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e dhimbshme e rritjes.